Po ashtu shokët e pejgamberit alayhis salam i ka lavdruar Allahu fuqiplot në librin e tij, dhe po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam në hadithet apo në fjalët e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara." Me të vërtet Allahu është i kënaqur, o Muhammed, me ata besimtar që ta dhanë besën ty. Fa'alima ma fi kulubihim, ai e dinte se zemrat e tyre i kishin të sinqerta. Fa anzala as-sakinata alejhim, andaj e zbriti qetësinë dhe kënaqësinë dhe imanin në zemrat e tyre. Wa athabahum fathan qariba, dhe për shkak të kësaj i shpërbleu që së shpejti ta çlirojnë Mekën e lavdruar. Po ashtu në një ajet tjetër kuranor, Allahu subhanahu wa taala i lavdron shokët e pejgamberit alayhis salam duke thënë: "Was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar." Ata muhajir të parë dhe ata ansar apo ndihmës. Muhajir janë ata që bën hijret prej Mekë në Medinë, ndërsa ansar janë ata medeneli, vendasit e Medinës, të cilët i pritën dhe i mikpritën shokët e tyre që erdhën prej Mekës gjatë hijretit. Allahu subhanahu wa taala po thot muhajirët dhe ansarët: "Walladhina tabauhum bi ihsan", dhe ata të cilët i pasuan ata, radiyallahu anhum wa radu an. Me ata është i kënaqur Allahu dhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Dhe dijeni vëllezër dhe motra të ndershme se kur thot Allahu është i kënaqur me dikënd, kjo është grada më e lartë dhe shpërblimi më i lartë që mund të arrijë një rob i Allahut. Kënaqësia e Allahut, rid Allah, është më e madhe se çdo gjë tjetër, sepse nëse e ke kënaqësinë e Allahut, do ta fitosh shpërblimin e tij, xhenetin, dhe do të ruhesh nga dënimi i tij, xhehenemi, dhe do të lehtësohen çështjet e kësaj bote, dhe do të kesh sukses në veprat dhe në çështjet tua me lejen e Zotit. Andaj shpërblimi më i madh dhe lëvdata më e madhe që mund t'ia jep Allahu robërve të tij është që ai të jetë i kënaqur me ata. Pra po thot Allahu se për muhajirët dhe ansarët e parë, radiyallahu anhum wa radu an, është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Përveç kësaj, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar, dhe u ka përgatitur atyre xhennete në për të cilat rrjedhin lumej. Khalidina fiha abada, atje do të jenë përgjithmonë. Wa dhalika al-fawzu al-azim, dhe kjo është fitimi më i madh. Ky është fitimi më i madh që mund të arrijë robi në jetën e kësaj bote, që të arrijë kënaqësinë e Allahut dhe që Allahu t'i përgatit atij xhenetin duke qenë ai gjallë dhe duke ecur mbi rrezullin toksor. Dhe këtë shpërblim më të madh e kanë arritur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.